faleminderit. Faleminderit që je me ne dhe unë dua ta nis bisedën në fakt me një episod të ditëve të fundit. Qëllova tek Myslimshyri në një nga ato rrugicat. Një prind i thoshte fëmijës, Anipit, mbesës, sepse fëmijën nuk e pash, ishte pak errësirë dhe fjalët e tij ishin tekstualisht: po ti çfarë bëje? Domethënë të ra i bie. Pse jemi kaq agresiv ne dhe pse duam këtë model dominance ose t'ja kthesh tjetrit me të njëjtën monedhë? Dhe jo vetëm përsa na takon ne të rriturve, po e kam fjalën tek edukimi që u bëjmë fëmijëve, nipërve, mbesave. Është vërtet që jo pak herë të gjithë hasim situata të tilla ku dëgjojmë mënyrën mbase që nuk përputhen me atë që secili prej nesh do të donte që fëmia, nipi, mbesa, i afërmi të mësonte dhe si specialiste do thosha që në fakt kjo nuk vjen se ky prindi që ju keni dëgjuar apo gjithë ata që dëgjojmë ne do donte apo do zgjidhte në fakt që fëmia i tij të merrte modelin agresiv të zgjidhjes së situatës. Nëse ne flasim për dhunën, kudo dhe kurdo, shohim që gjithë jemi kundër dhunës, gjithë jemi kundër zgjidhjes agresive, zgjidhjes së dhunshme, gjithë jemi për tolerancën, për zgjidhjen me logjik, me arsyetim. Por çfarë ndodh kur ne flasim apo kemi situata konkrete, ne harrojmë që në këtë moment ne jemi model, edhe ne harrojmë që në këtë moment ky fëmia që ne duam që të përfaqësojmë më të mirën, po i referohet asaj çka ne po reflektojmë. Edhe shpesh herë ne, pavarësisht se prindrit në jo pak raste promovojnë sjelljen e mirë, sjelljen e edukuar, zgjidhjen tolerante, ata po këta prindër i vëren që mëngjes në trafik shajnë, janë agresiv, në shpejtësim për të dërguar fëmijën apo për ta marrë nga shkolla shajnë, janë agresiv, në një radhë apo për bler diçka shajnë apo janë agresiv. Dhe në gjitha këtë situata fëmia është aty, dhe në gjitha këtë situata ajo çka merr është pikërisht ky model agresiv i zgjidhjes së situatës, që do thotë që për prindin është shumë e rëndësishme të kuptoj një herë mirë që mënyra kryesore e edukimit nuk është çka ajo që ne i themi apo në një farë mënyre pretendojmë ta nxisim nëpërmjet diskutimit, por mënyra kryesore e edukimit është modeli. Dhe për sa kohë ne promovojmë apo shfaqim sjelljen agresive, se mbase nuk është promovim në sensin e mirëfillt të fjalës, por për sa kohë ne reflektojmë apo shfaqim sjellje agresive, jemi të bindur që ky është një moment që fëmia do e përdor, edhe fëmia do e mendoj me dashje pa dashje, do e ketë aty si një formë të zgjidhjes në situata të ngjashme. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm me atë çka ne themi apo me atë çka ne reflektojmë, sepse në së pari jemi një model për fëmijët tanë, për personat që na rrethojnë. Edhe fëmia shpesh herë mbas edhe nuk e kupton, po e bën këtë edhe nga dashuria, edhe me dashje dhe pa dashje, prindi, por edhe fëmia, prindi model dhe fëmia duke e marrë këtë model. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm. Prindi mendon në këtë rast që do që ta bëjë më të fortë fëmijën për të përballuar situata ose për të qenë por prindi në jo pak raste e kemi hasur këtë situatën që prindi synon kështu ta bëjë të fortë fëmijën që të jetë le të themi i zoti për t'i përballuar situata të tilla kur tjetri shfaq agresivitet apo shfaq dhunë, por në fakt në situata të tilla në jo pak raste fëmia me logjikën e moshës, me logjikën e fëmijës mund të mos jetë në gjendje të kuptojë se kur tjetri inicioi situatën agresive dhe kur është e nevojshme të reagosh në të njëjtën formë. Kur është e nevojshme që ti t'i thuash stop një sjellje agresive dhe kur është e nevojshme që ti ndoshta të largohesh. Pra fëmia, vërtet prindi mund të mendojë që kështu po e ndihmon fëmijën e vet, jo për të qenë i dhunshëm, po për t'i thënë stop një sjellje të dhunshme. Por absolutisht që kjo nuk është forma më e mirë për të mësuar dhe për të bërë një fëmijë të zotin për të përballuar situata të vështira. Forma më e mirë për të mësuar një fëmijë për të përballuar situata të vështira është pikërisht
kur fëmia qartësohet në përputhje me moshën e tij mendore, në përputhje me atë që fëmia kërkon të di. Pra nëse ne I themi fëmijës diçka më shumë se sa fëmia është në gjendje të kuptojë, sigurisht që fëmia do ta shfaqte në formë të papërshtatshme. Dhe sigurisht me që jemi tek dhuna, fëmia mund ta perceptojë gabimisht një situatë si situatë dhune dhe po gabimisht mund të reagojë me dhunë në situatë e cila nuk është dhunë, pikërisht për të çuar në vend këshillën dhe porosinë e prindit që ti mos lejo që tjetri të trajtojë me dhunë, pse çai je ti, pse kush je ti, ta di ai kush je ti. Pra, prindi duhet kuptoj në një farë mënyre edhe se sa edhe tipin e fëmijës, e mënyrën e reagimit edhe kohën e reagimit të fëmijës, por edhe se sa fëmia është ka logjikën për ta kuptuar këtë këshill të prindit në përputhje me atë që prindi dëshiron ti transmetojë, sepse në jo pak raste fëmia dështon për ta kuptuar këtë këshill në formën më të qëndrueshme të saj dhe në jo pak raste mund ta shfaqë atë në formën dhe në momentin e gabuar duke sjellë shpeshherë pasoja jo të këndshme, qoftë edhe për këtë prind apo për prind të cilët synojnë të japin këshilla të tilla. Jonida, si ta kuptoj prindi që është në situatë optimale për të qenë konstruktiv me fëmijën e vet? Për shembull, shpeshherë prindrit nuk kanë kohë, shpeshherë prindrit nxitojnë, shpeshherë prindrit mund të jenë në strese të caktuara, në ankth, pra mund mos jenë plotësisht vetëdijshëm edhe për efektin e fjalëve, edhe për mënyrën dhe për frymën e bisedës. Si ta kuptojmë ne që ne jemi plotësisht konstruktiv për fëmijën tonë? Është e vërtetë që ndonjëherë në morinë e presioneve që një prind është I detyruar të përballë, ndoshta nuk është I vetëdijshëm për atë çka po bën me fëmijën e tij. Në shumë raste prindrit dhe gjithmonë prindi mendon apo mundohet bëj maksimumin e tij si individ, dikush më shumë, dikush më pak, por instinktivisht secili në atë maksimumin e vet mundohet që t'ja ofrojë fëmijës së tij. Dhe në situata të tilla ndonjëherë prindi dështon për të kuptuar nëse po bën apo jo më të mirën, nëse ky fëmijë ka nevojë për këtë apo për këtë lloj përkushtimi, për këtë lloj investimi apo jo. Dhe unë nuk dua të fokusohem edhe në atë lloj investimi që në jo pak raste e gjejmë kohët e sotme, që është pikërisht investimi material apo financiar që në jo pak raste prindi bën me fëmijën apo synon ti siguroj fëmijës së tij duke menduar që duke mos I munguar asnjë gjë materialisht fëmijës tim, duke mos I munguar asnjë aspekt material fëmijës tim, unë po I ofroj maksimumin dhe fëmia im do jetë I lumtur dhe fëmia im në një farë mënyre ndoshta do jetë edhe si I plotësuar, nuk do jetë më pak se shokët. Pra prindrit përdorin shpeshherë justifikime nga më të çuditshme pikërisht në këtë përpjekjen për t'i mundësuar fëmijës një komoditet material, një mirëqenie materiale. Dhe kjo shpeshherë duke mos marrë në konsiderat atë që një fëmijë ka në të vërtetë nevojë nga prindi, vëmendjen, kohën dhe komunikimin me të. Duke rendur apo duke u fokusuar në këtë që fëmijës tim nuk I mungon asgjë, shpeshherë prindit mjaftohen edhe dështojnë për të kuptuar që në fakt prindërimi efektiv është t'i ofrosh fëmijës kohën dhe vëmendjen. Dhe t'i ofrosh fëmijës kohën dhe vëmendjen do të thotë që të kuptosh dhe ti jesh aty për fëmijën në situata problemesh, nëse diçka nuk shkon, nëse ka një nevojë, nëse ka një dëshirë, nëse ka diçka që nuk arrin ta thotë, nëse ka diçka për të cilën mendon që nuk do kuptohet. Dhe një prind sigurisht që nuk ka nevojë për manuale profesionale, nuk ka nevojë për manuale psikologjie për të kuptuar fëmijën e vet. Ecën me ndjesi? Absolutisht. Çdo prind është një lloj si ajo pikpyetja dhe ajo frika e prindërve të rinj që thonë që po kur fëmia im të jetë smur, vado e kuptoj unë, kur fëmia im të ketë temperaturë, kur fëmia im të jetë I uritur, unë s'kam parë dhe këtë gjë e hasim shpesh tek ajo frika, tek ato dyshimet e personave që presin të bëhen prindër, vado e kuptoj dhe sigurisht që gjithë e kanë kuptuar nëse fëmia ka një problem fizik, nëse ka temperaturë, nëse ka diçka që nuk shkon, në shumicën e rasteve po flasim. Dhe po kjo gjë ndodh edhe me mënyrën se si fëmia funksionon psikologjikisht.
prindi është aty dhe duhet jetë aty për ditë me fëmijën, që nga dita e parë edhe vazhdimisht prindi është aty dhe duhet jetë aty. Duhet jetë aty psikologjikisht, jo vetëm fizikisht, jo vetëm duke Po. ofruar këto, le të themi, nevojat bazë fiziologjike, ushqimi, se ka qejf të haj këtë, se është ngrohtë, se është bukur, ka dhomën e bukur, ka dhomën komode. Pra nuk mjaftojnë këto. Nuk mjaftojnë dhe unë do thosha që janë në vend të dytë krahasuar me prezencën shpirtërore të një prindi. Që s'do thotë absolutisht që prindi duhet të mos punojë edhe të jetë 24 orë në shtëpi për fëmijën. Se për fat keq që çdo jo kushdo ka mundësinë t'ia ofrojë këtë gjë, me gjithë dëshirën, me gjithë ndoshta edhe nevojën për të qëndruar me fëmijën, me familjen, jo gjithmonë kemi mundësi ta bëjmë këtë gjë. Por sigurisht që prindi duhet jetë i kujdesshëm t'i transmetojë fëmijës vëmendje dhe prezencë, edhe kur kjo nuk është e mundur fizikisht. Vëmendja dhe prezenca ka plot mënyra për ta dëshmuar. Si ta bëjmë, se kjo shpytja ma do mendja që i shkon në mendje çdo njeriu që po na ndjek tani. Që është prind, është teze, është hall, është xhaj. Patjetër. Psikologjikisht në fakt ne jemi të ndryshëm. Ne jemi të gjithë të ndryshëm, edhe motra me vllajën, edhe vllai me vllajën, edhe ne jemi të ndryshëm edhe sigurisht që secili prej nesh ka këto karakteristikat personale, individuale, të ndryshme nga tjetri, që do të thotë që mënyra se si unë e dua vëmendje nga një person i dashur ndryshon me një person tjetër që mund të jetë shumë i afërt me mua, por që nuk është një lloj eksaktësisht me timen. Që do të thotë që këto janë detyrat fine të prindërimit. Këto janë ato në një farë mënyre që çdo prind duhet të përmbush me patjetër për fëmijën e tij, që të kuptoj fëmijën e tij si individ, kuptoj fëmijën e tij si qenie që ka një botë të caktuar emocionale, psikologjike, që ka disa dëshira, që ka disa nevoja, por ka edhe disa kufi të cilat bën mirë të mos i shkelësh. Edhe për sa kohë e trajton fëmijën si një qenie në tërësinë e vet psikologjike, me këto dëshirat, me këto kërkesat, me këto karakteristikat, sigurisht që çdo prind dhe çdo individ mund të ofrojë, le të themi, praninë e tij, mund të ofrojë vëmendjen e tij dhe sigurisht që do e marr pas edhe, le të themi, edhe rezultatin e gjithë këtij marrëdhënie të mirë. Po të njëjtën formë komunikimi, po të njëjtën formë dëshire për të kaluar kohë, apo për të qenë bashkë, apo për të njëjtën përgjigje edhe nga fëmia, sepse në jo pak raste, sidomos në adoleshencë, po jo vetëm, sepse fëmijët janë të ndryshëm sikurse e thamë dhe mund të ketë fëmijë të cilët nuk e duan vëmendjen ashtu siç prindi dëshiron. Pra mbytse atë vëmendje mbytse që ti gjithmonë aty. Mund të jenë individ më të tërhequr, mund të jenë individ që kanë nevojë për më shumë, janë më të rezervuar dhe nuk e duan këtë lloj vëmendje mbytse. Dhe sigurisht një prind që e kupton këtë gjë, një prind që absolutisht duhet ta kuptoj këto karakteristika të fëmijës, sa nevojë dhe si e do fëmia i tij vëmendjen, si e do fëmia i tij komunikimin, dhe unë mendoj që nëse ne i marrim konsiderat gjitha këto, ne do arrim të kemi një komunikim efektiv që është le të themi kyçi, është e domosdoshme për një prindërim efektiv. Pra nëse ne duam të jemi prind të mirë, në radhë të parë duhet të ndërtojmë që nga dita e parë duhet të ndërtojmë dhe të kujdesemi ta ushqejmë çdo ditë komunikimin. Pra nuk mjafton që unë e di se fëmia ime është kështu dhe unë i kam bërë këtë që i pëlqen, por duhet të jemi aty për ditë, duke kujdesur që të jemi çdo ditë në kontakt me këtë individ që është absolutisht më i rëndësishëm dhe që në momentin që ne bëhemi prind absolutisht duhet të jetë prioriteti çdo individi. Pra në momentin që ti vendos apo që je përpara situatës në vlerësimin tim më të mrekullueshme tjetër, që ti je prind, absolutisht kjo do jetë prioritet dhe duhet të jetë prioritet në kuptimin e plot fjalës. A duhet t'ja bëjmë të ditur fëmijës që në një moment të caktuar ne mund të jemi totalisht jashtë çdo situate optimale, pra o jemi të paduruar, o jemi të stresuar, o nuk kemi dhe kohë fizike, a duhet ja bëjmë të ditur fëmijës këtë gjë? Apo është detyra jonë për të qenë gjithkohën si thua në shfaqjen tonë më të mirë, të mundshme si prind. Pra, a duhet ta kuptoj fëmia një situatë delikate që po kalojmë ne?
ndoshta edhe në dyshimet tona si prindër për të bërë performancë ashtu siç duhet të bëjmë gjithmonë në fakt. Ajo që fëmia ka nevojë të kuptojë është të kuptojë që ne jemi të vërtetë. Sado që ne të mundohemi, pavarësisht situatave të vështira që unë mendoj që gjithë të kalojmë, dikush më shumë, dikush më pak, dikush më rënd, dikush më lehtë, e rëndësishme është që fëmia të perceptojë atë që ai person që ne jemi në të vërtetë në atë moment. Pavarësisht të përpjekjeve shpeshherë për ta kamufluar se nuk kam asnjë gjë edhe se nuk jam shumë mirë apo situata të tilla për ta bërë fëmijën të për ta mbajtur larg situatave se shpeshherë kemi edhe këtë prirjen për të mos ta shqetësuar fëmijën. Për të mos e shqetësuar, por ti jemi të bindur që në shumicën e situatave të tilla fëmia e ndjen dhe fëmia e percepton që diçka nuk po shkon me prindin. Dhe sidomos në mosha të vogla, kjo gjë mund të kthehet në një situatë akoma më të dëmshme për fëmijën sepse fëmia mund edhe të fajsoj, duke qenë se e kupton që diçka nuk po shkon me prindin, e kupton që prindi ka një problem, nga ana tjetër prindi mundohet ta mbaj larg edhe ne kemi pasur raste që fëmia edhe ka fajsuar edhe veten për këtë situatë që në fakt s'ka lidhje. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne të jemi të vërtetë me fëmijën, që sigurisht mos ta përfshim se nga ana tjetër mund të kemi edhe prindër që nuk arrin ta ndajnë dot edhe përfshin pa drejtësisht, u japin shumë barë dhe ngarkojnë shumë fëmijët me situata të cilët për fat keq fëmijët përsëri nuk e kuptojnë edhe përsëri mund ta përjetojnë në një formë që s'ka lidhje me ta edhe që mund ta rëndojë më shumë situatën, qoftë edhe të prindit. Por absolutisht që është e nevojshme që prindi të jetë i vërtet, por unë e theksoj faktin që me gjithë situatën që mund të jetë e vështirë, ajo që mund bëjë një prind është që të kujdeset që të jetë një model për fëmijën që megjithëse është një situatë e vështirë, megjithëse unë po kaloj një situatë të vështirë, unë do përpiqem që ta kaloj duke me mënyrat se si të përballojmë një situatë vështirë. Për shembull, mua më kanë ardhur persona të cilët unë i kam ndjekur në studion time, të cilët kishin një situatë vështirë dhe e përdorën këtë situatë për t'i thënë fëmijës që ne kur jemi keq merrem me aktivitet fizik edhe u përfshin dhe vetë në aktivitet fizik për ta kaluar vetë, por edhe për t'i dhënë fëmijës modelin që situatat e vështira ndodhin, është e pashmangshme. Dhe ky është një realitet të cilën ne nuk i shmangim dot dhe fëmijët sepse kështu është jeta. Ajo që ne mund të bëjmë është të kemi disa mekanizma, disa mënyra se si mund t'i kalojmë më lehtë situatat vështira, se si mund t'i përballojmë më me sukses. Unë do thosha që kjo është mënyra më e mirë për t'i dhënë fëmijës idenë e një situate të vështirë që po ndodh, që kjo gjë po ndodh, por ama duhet jemi me këmbë në tokë për të gjetur edhe mënyrat e duhura për ta përballuar në mënyrën me më pak pasoja është e mundur. Dhe kjo është ajo që zakonisht ndihmon më shumë në situata të tilla. Në çfarë presionesh ndodhen sot prindrit dhe fëmijët, sepse ndonjëherë ne kam përshtypjen si prindër, si studiues komunikimit edhe atij komunikimit efektiv që po flasim, duhet kuptojmë edhe si thuaç përjetimet e brendshme që na ndodhin të gjithëve, por nga ana tjetër edhe efektin që mjedisi ka te ne. Cilat janë ato, Jonida, që ti mendon që janë më problematike sot, që ne duhet të jemi më të vëmendshëm, po themi janë presionet e kohës, janë presionet e varësive të ndryshme, shpresioni i teknologjisë, çfarë? Në fakt ne jetojmë në një kohë ku kemi një jetë të vrullshme, me shumë presione, me shumë ndikime, dhe shpeshherë ne nuk jemi koshient se sa shumë presion dhe se sa shumë ndikime dhe se sa shumë të trysnik kemi në jetën tonë. Kemi presionin për t'ia dalë ekonomikisht, dikush është vetëm, dikush ka një kredi, dikush ka një problem financiar, kemi presionin për të mbajtur një punë, diku bën ndryshime të stafeve, diku dëshiron të bëhet të marrë të gjesh një punë tjetër. Kemi presionin për të patur një pozicion në shoqëri, kemi presionin për të patur një jetesë të caktuar, për të ofruar një mishënie të caktuar për veten, për familjen.
kemi presionin për të kujdesur për disa individ, për të kujdesur Po, për se si fëmijët, jemi edhe për prindrit e motra. moshuar, për motrën, për dikë që ka një problem shëndetësor. Kemi presionin për të pasur disa detyrime sociale që normalisht secili prej nesh i ka. Kemi presionin e ndikimit të medjave sociale, të modeleve, ky është kështu, ky bëri kështu. Kemi edhe shpeshherë ne nuk kemi koshient që të gjitha në një farë mënyre na ndikojnë. Të gjitha në një farë mënyre na vendosin përpara detyrimit për t'i përfshirë dhe për t'i pasur në konsiderat të gjitha. Dhe sigurisht gjetja një balance për të qëndruar të shëndetshëm ndërisht. Për të qëndruar të shëndetshëm është shumë e rëndësishme që ne të marrim në konsiderat veten. Çfarë mundet vetja dhe çfarë duhet bëj vetja. Sepse sigurisht që gjithë kemi dëshira, duam të bëjmë shumë gjëra, duam të arrijmë shumë gjëra, por nëse ne nuk marrim konsiderat mundësitë tona, nëse ne nuk marrim në konsiderat atë realitetin ton, unë them që do ndjehemi keq. Domethënë nuk do arrijmë të jemi në mënyrën tonë më optimale, që t'jemi mirë, që të ndjehemi mirë, patjetër që është shumë e rëndësishme të marrim konsiderat mundësitë e vetes. Unë jam kjo, kam këtë mundësi, kam mundësi të bëj këtë punë, por nuk mund të bëj këtë tjetrën sepse nuk mundem, sepse nuk është e drejtë, sepse nuk kam mundësinë profesionale, intelektuale për ta bërë. Unë jam kjo, por fëmia im do shkojë në këtë institucioni sepse këtë tjetrin nuk e përballoj dot. Dhe nëse ne jemi koshient për mundësitë tona, nëse ne jemi koshient për atë çka mundemi të arrijmë, çka mundemi të realizojmë, unë them që do vendosim dhe objektiva më realiste. Edhe për rritjen tonë, sepse duhet vlerësojmë nëse jemi rritur, kemi qenë dikur në një fazë të caktuar dhe jemi rritur, atëherë këtë duhet ta vlerësojmë. Patjetër, ne zhvillohemi çdo ditë, pavarësisht se ne, sikurse ju e thatë, ne kemi kaq shumë gjëra për të bërë, kaq shumë presione, ne rendim kaq shumë, të gjithë ne zhvillohemi çdo ditë. Në jo pak raste, mbas disa kohësh kuptojmë që si ka mundësi unë e kam bërë këtë gjë kështu dhe tani nuk më interesohem më për këtë pjesë, apo dikur kam reaguar kështu dhe më shumë apo më pak dhe tani nuk reagoj më, apo si ka mundësi që unë jam kështu në marrëdhënie me fëmijën tim, apo si ka mundësi që unë në rrethin tim miqësor kam qenë kështu dhe nuk jam kështu. Kjo ndodh pikërisht sepse secili prej nesh ndryshon dhe zhvillohet çdo ditë. Ne absolutisht kemi mësojmë nga situatat, nga eksperiencat personale të tjetrit, mësojmë nga vështirësitë, mësojmë nga sfidat, nga problemet. Të gjithë ne ndryshojmë dhe gradualisht mësojmë dhe përshtasim disa forma reagimi, të cilat sigurisht që ndryshojnë me kohën, të cilat sigurisht përshtaten me atë që ne bëhemi, me atë që ne në një farë mënyre përballim çdo ditë. Kështu që pa e kuptuar, sigurisht fëmijët, me që jemi tek prindërimi, rriten dhe zhvillohen, edhe ne zhvillohemi si individ, edhe ne si individ. Dhe patjetër që kjo gjë ndikon edhe patjetër që në një pikë të caktuar ne kuptojmë që ne jemi ndryshe. Ne jemi ndryshe nga ai individi që ka qenë para disa vitesh, ne jemi ndryshe sepse ne jemi zhvilluar profesionalisht. Ne jemi ndryshe sepse nuk kemi zhvilluar profesionalisht. Ne jemi ndryshe sepse disa gjëra i bëjmë më mirë, apo ne jemi ndryshe sepse në një farë mënyre kam qëndruar aty, por shoqëria ka ecur dhe unë dukem prap jam ndryshe krahasuar në një farë mënyre me ritmin e kohës ku unë jetoj. Që do thotë që pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht nëse ne le të themi, nëse ne i marrim në konsiderat apo jo të gjithë këto ndikimet, të gjithë këto zhvillimet, të gjithë këto ndryshimet, patjetër që në një moment të caktuar ne do shikojmë tek vetja që ca gjëra i bëjmë ndryshe, ca gjëra i mendojmë ndryshe, qoftë në përpjekjen për të le të themi për t'u përshtatur, për t'i bërë më mirë, për të pasur disa gjëra më shumë, qoftë edhe tek ata individ që janë në një farë mënyre më pasiv. Pavarësisht se duket sikur këta individ nuk ecin, nuk zhvillohen,
unë do thosha që edhe tek këta individ është si një formë reagimi ky pasivitet. Është si një formë reagimi ku këta individ mësojnë nga ndoshta vështirësia për të përshtatur ndaj ritmit, vështirësia për të përshtatur ndaj ndryshimeve dhe pikërisht të qëndruarit në dukje në një pozicion apo në një situatë stabël të pandryshuar, patjetër që dëshmon që në një farë mënyre ky ritmi, ky presioni i kohës dhe të përshtatesh plotësisht me të nuk është ndonjëherë gjë e mirë, për të përshtatur krejtësisht nuk është gjë e mirë sepse nuk është gjë e mirë pikërisht për shkak të faktit se sa kjo përshtatje përputhet me mundësitë tua, me mundësitë tua, qoftë me energjinë, qoftë me atë që ti mund të ofrosh, qoftë me atë që ti mund të investosh si individ. Dhe për sa kohë ti përpiqesh pa i marrë në konsiderat këto mundësi, edhe kjo përshtatje në një farë mënyrë nuk do jetë efektive dhe nuk do jetë e suksesshme. Personalisht mendoj që ndonjëherë është mirë, Jonida, që edhe të ndalojmë. Pra, edhe të ndalojmë për të reflektuar, për të kuptuar, për të krijuar dhe një distancë me vendime apo veprime të ndryshme që bëjmë në jetën tonë. Ju pa qëllime nisa bisedën së bashku me pyetjet rreth prindërve. Sepse kam përshtypjen që kur duam ne të japim përgjigjet të pyetjes si është fëmia yt, bashkë me përgjigjen për fëmijën vjen përgjigja edhe për ne. Se ndonjëherë ne nuk e kuptojmë pse fëmia ynë ka padurim, po mbase kemi pasur ne padurim dhe kemi reflektuar te ta. Kështu që është mendoj shumë e rëndësishme për të kuptuar sjelljet tona dhe pastaj ne të gjykojmë edhe sjelljet e fëmijës. Dhe të gjykojmë në kuptimin për ta korrektuar një sjellje të caktuar apo për ta bërë më të mirë në kuptimin e reflektimit që fëmia duhet bëjë me veten e vet, se patjetër janë sjelljet e fëmijës, nuk janë sjelljet tona. Po si ne si prindër e ndërtojmë marrëdhënien ti vet, si ke ndërtuar marrëdhënien me fëmijën tënd? Ne si prindër sigurisht që ne jemi të ndryshëm edhe në marrëdhënie me fëmijën, edhe marrëdhënie me prindrit, edhe në marrëdhënie në çift, në gjithçka ne ndërtojmë ndryshe në varësi të natyrës, të gjithçka që ne funksionojmë. Personalisht unë jam munduar dhe kam investuar shumë tek koha me djalin tim. Domethënë kam menduar që dhe vazhdoj ta mendoj që koha është investimi kryesor për mua si prind tek fëmia im. Koha do thot gjithçka, koha do thot komunikim. Do thot që unë jam një person që jam goxha aktive. Domethënë ne kam në natyrë të qenit aktive, dua të jem aktive, nuk e dal dot mos të jem aktive. Dhe përpiqem shumë të jem në këtë aktivitet, unë përpiqem shumë të kem një organizim timin, të kem një agjendë të ditës, të qartë që do bëj këtë. Dhe absolutisht që kur ka lindur prioriteti i agjendës time është djali. Domethënë agjenda ime e çdo dite ndërtohet në përputhje me aktivitetet e djalit tim. Në mënyrë që sigurisht ai po rritet edhe unë e kuptoj këtë pjesën e tendencës së tij për pavarësi, ndoshta ka gjithmonë më pak nevojë për të kaluar kohë me mua, ka gjithmonë më pak nevojë që unë ta shoqëroj dhe të jem prezente aty. Por absolutisht që është prioritet në mënyrën se si unë organizoj agjendën time. Pra, në mënyrë që unë të jem prezente, qoftë duke mos qenë prezente fizikisht, qoftë edhe duke mos qenë më gjithë mbasditen me të, por absolutisht që do gjej një kohë të cilën sigurisht që nuk e kam që hajde tani dhe të flasim si me buton. Me buton, jo me sepse buton. Sigurisht që mendoj si prind kjo gjë nuk funksionon, por kujdesem shumë që çdo ditë, pothuajse çdo ditë, se sigurisht ka jeta është e vrullshme dhe ka ditë që sigurisht që kjo është e vështirë, por përpiqem maksimalisht që çdo ditë të kem të mbaj hapur kanalin e komunikimit me të. Sigurisht që në formate nga më të ndryshme, të komunikosh me një adoleshent, të komunikosh me një adoleshent sigurisht që është e vështirë. Të komunikosh me një adoleshent sigurisht që ti përballesh shpesh herë me një individ që thua ky është ai bebi
që unë kisha në krah edhe që tani mendon dhe më reagon në këtë farë mënyre. Po. Dhe kjo sigurisht është një sfidë për të kuptuar që të komunikosh në mënyrë efektive do të thotë që të gjesh mënyrën për ta kapërcyer edhe këtë mur që adoleshenti apo që fëmia të ngre, edhe të gjesh mënyrën jo vetëm për ta kapërcyer, po për të pretenduar sikur kjo pengesë nuk ekzistoi, edhe për gjetur dhe mënyrën edhe për ta diskutuar në formën e duhur, në mënyrë që shansi për të përsëritur të ulet. Kështu që absolutisht që prindërimi është një sfidë. Për mua, por unë mendoj absolutisht për këdo. Nuk mund të ketë prindërimi një manual që kështu bëhet në këtë situatë, ndërsa në këtë tjetrën bëhet kështu. Prindërimi është një sfidë që është ditë për ditë, që është ndryshe absolutisht nga individi tek individi dhe nga dita në ditë. Nuk mendoj që mund të ketë një person që sillet njësoj çdo ditë. Sikurse edhe ne nuk sillemi njësoj çdo ditë, sikurse edhe ne në jo pak raste habitemi nga vetja, habitemi për mënyra se si na pëlqen apo jo një gjë. Si u solla, si e bëra këtë? Ose si u tregova më ashpër ose më tolerante se ç'duhet në të gjitha marrëdhëniet tona, jo vetëm me fëmijën. Megjithatë unë mendoj që është e dukshme, domethënë për secilin është i dukshëm ndikimi që ka tek fëmia i tij. Shpesh herë prindit nuk e kuptojnë që ka një ndikim të caktuar tek fëmia dhe vinë ankohen që fëmia nuk e di ku ka ngjar, nuk e di pse bën kështu. Jo, ku bën sjellje të mira na kanë ngjarë. Po. Kur bën sjellje që mund të diskutojnë, nga kanë ngjarë. Dhe shpesh herë prindrit ankohen dhe në fakt kjo lidhet me atë dëshirën për të parë më të mirën e mundshme tek fëmia. Shpesh herë prindrit ankohen që dhe në përgjithësi e hastë tek prindit që gjejnë me synimin për të parë më të mirën tek fëmia, shohin ato pikat që nuk janë dhe aq të mira në mënyrë që mos ketë asnjë gjë, fëmia i tyre të jetë më perfekti, edhe ankohen pikërisht duke u fokusuar tek këto aspekte mbase jo të mira, po them negative, ankohen që po bën këtë, po ti nuk e di si është ky, po ti nuk e di si është kjo, dhe gjejnë arsye për t'u ankuar. Dhe nga ana tjetër, po këta prindër të gjejnë plot arsye të tjera për të thënë po jo, se unë kur shkova në shkollë, po kur shkova këtu më thanë që fëmia im ka këto karakteristika kështu, se sillet të mirë, se pra shpeshherë prindit dështon pikërisht nga dëshira për të parë më të mirën tek fëmia, për të parë perfeksionin mbase në mënyrë të gabuar, do thosha. Dhe jo ta shikoj fëmijën me këmbë në tokë, pra realisht dështojnë për të parë pikërisht ato elemente pozitive që sigurisht çdo fëmijë ka. Dhe në fakt, mënyra më e mirë për të nxitur, për të stimuluar një person drejt sjelljes pozitive është pikërisht të fokusohemi tek këto aspektet pozitive në mënyrë që ti përforcojmë dhe ti zhvillojmë. Është shumë e thjeshtë që të fokusohesh dhe unë mendoj që kudo mund të gjej elemente që nuk shkojnë. Nëse jemi me prirjen për të gjetur gjëra që nuk shkojnë, sigurisht që mund gjejmë pafund. Dhe sigurisht prindit tek fëmia që njeh mirë që di pafund mënyra për të gjetur elemente që nuk shkojnë. Por nëse ne duam ta ndihmojmë fëmijën, nëse ne duam të jemi aty për t'i dhënë dorën apo për ta shtyrë përpara, është shumë e rëndësishme të kuptojmë ato elementet pozitive që ka fëmia, ato aspekte pozitive që ka fëmia dhe t'i nxisim, t'i inkurajojmë këto aspekte pozitive në mënyrë që të le të themi t'i maksimalizojmë ato edhe pse jo, dhe t'i japim mundësi fëmijës që të ndihet më mirë dhe të ketë më shumë, le të themi, më shumë sukses në atë gjë që po bën në shkollë. Jo gjithmonë, jo çdo fëmijë do jetë i mirë absolutisht në të gjitha lëndët. Po. Do ketë prirjet e caktuara, disa në lëndë sociale, disa në shkenca eksakte. Dhe shumë herë prindrit pikërisht nga dashuria dështojnë ta pranojnë këtë gjë, dështojnë të pranojnë që fëmia mund mos jetë fare, mund mos ketë fare prirje për shkollën, edhe jo domosdoshmërisht gjithë do jenë persona inxhinier apo mjek apo akademik. Dikush do ketë një profesion akademik, dikush do jetë një teknik në një drejtim të caktuar. Vuajmë Jonida nga krahasimi ne si shoqëri. Dhe shpeshherë prindrit e kanë këtë, domethënë e vuajnë sidomos në kontekstin tonë, e vuajnë këtë dëshirën dhe dashurinë e madhe për fëmijën në formën e ty s'mungon asnjë gjë pse mos t'jesh nxënësi më i mirë i klasës.
Pra Duam të jemi thjesht të krahasimi, parët apo çfarë? ë duam të jemi të parët, duam të jemi më të mirët, duam të jemi, ndoshta krahasojmë, ndoshta kemi ato dëshirat tona dhe i shohim tek një person tjetër A që të është fëmia. reflektuara se kemi ndoshta ëndra të Absolutisht, paralizuara mbase kemi tonët. ëndra pa e kuptuar, po shohim tek ka individi veten dhe duam të shohim të realizuar ëndrat e vetes. Po, Megjithatë ai nuk është ti, ai është një individ tjetër ëndrat e që mia janë ëndrat e fëmijës tim, patjetër. absolutisht, ai është një individ që funksionon, është një individ, nuk është zgjatimi yt. Po. Shpeshherë prindrit nuk janë koshient për të kuptuar që fëmia nuk është zgjatim, fëmia është një qenie tjetër, është një qenie përballë dhe të mundohemi ta kuptojmë se si kjo qenie funksionon si një qenie ndryshe nga ti. Dhe jo domosdoshmërisht nëse ti ke qenë më i miri, nëse ti je akademik, domosdoshmërisht dhe fëmia do jetë akademik apo do jetë absolutisht më i miri në shkollë. Dhe nëse ne nuk marrim konsiderat të gjë, kjo do sjell stres për prindin, kjo do sjell stres në marrëdhënien e prindit me fëmijën, kjo do sjell stres në shkollë, në marrëdhënie me mësuesin dhe kjo do shkaktonte një situatë të ngarkuar për familjen, për fëmijën, për prindin, e cila në një farë mënyre as pak nuk është e drejtë. Prindi që të ndihmoj fëmijën duhet të jetë me këmbë në tokë që ky fëmia nuk është i mirë në shkollë, ky fëmia nuk është i mirë në matematikë, pavarësisht se un jam financier, pavarësisht se un kam qenë gjeni në matematikë, fëmia im nuk di matematikë. Dhe sigurisht që ky gjë do ndihmonte shumë për t'i vendosur fëmijës një objektiv tjetër, mbase fëmia ka një prirje në një aspekt tjetër. Po. Dhe duke u fokusuar tek matematika, ne dështojmë edhe fëmia dështon për të kuptuar një aftësi tjetër, që sigurisht çdo kush ka një aftësi të caktuar, po ndonjëherë është prindi, se sigurisht kjo të kuptuarit të aftësive zakonisht ndodh në këtë moshën që prindi ndikon, pra ndodh në një moshë të hershme, dhe duke dështuar për të kuptuar ne e fusim këtë individ, që është individi më i dashur, që është fëmia ynë në një farë mënyrë një kaos, edhe ndoshta e humb përgjithmonë mundësinë për të kuptuar një aftësi të Se cilat janë caktuar. talentet edhe Se cilat janë talentet, mund të ketë talent në kuzhinë. Po. Dhe duke e fokusuar tek shkolla ti mëso se ti do fokusohu tek kjo. Edhe për kuzhinën duhet shkollohesh patjetër. Po gjithsesi, ose ka dhe ato talente që se kanë atë nevojën, por e ke fjalën për shkollën. Gjithsesi, domethënë detyrë, i kthehemi edhe një herë nga fillimi, detyrë e prindërimit është të kuptoj fëmijën në tërësinë e vet si individ dhe të nxjerrë në pa potencialin më të mirë që ai ka. Absolutisht, sepse shpeshherë ta prindrit motivojnë në këtë aspekt. Harrojnë mundësitë e fëmijës dhe në mënyrë që të duken mirë, dhe këtë gjë e bëjnë krejt në mënyrë të pandërgjeshme, në mënyrë që të duken mirë në rrjetin e tyre social, miqësor. Dhe para të tjerëve. Fëmia im është kështu, po jo, pse dhe fëmia im nuk duhet të jetë më pak, dhe këtë gjë e reflektojnë në presion me fëmijën që të nxjerrin në Instagram dëftesën edhe flet lavdrimin e fëmijës, domethënë, dhe shpeshherë kjo është një formë presioni që se nxori Jonida flet lavdrimi, duhet ta nxjerr dhe unë, pra mund të duken kështu si elemente të parëndësishme, po janë kaq prezente dhe reflektohen me kaq shumë stres në marrëdhëniet prind-fëmijë, saqë në jo pak raste rezultojnë edhe me probleme psikologjike. Pra fëmijës nuk i mjaftokan presionet që kanë në mjedisin shoqëror, po duhet që edhe ne t'i shtojmë ca presione, gjë që bëhet ekstrem. E di çfarë po mendoja, Jonida? Po mendoja që ne kemi ndryshuar si shoqëri, patjetër, kemi ndryshuar edhe zakonet e përditshme. Për shembull, mbaj mend në fëmijërinë time, ora e drekës ishte ora 1:30, po themi, kur mbaronim shkollën dhe mblidheshim të gjithë në shtëpi. Sot është ndryshe. Sot nuk për shkak të punëve ti ndonjëherë shkon më pas. Fëmia yt nuk e atë orarin tipik të drekës. Dhe çfarë ishte dreka? Se dreka nuk ishte vetëm ushqimi. Po. Ishte edhe biseda. Shpeshherë kanë dëgjuar prindër tani, edhe unë vetë e kam bërë disa herë, ku vendosim telefonat në një kosh dhe drekën e kemi drek, jo gjithmonë ndodh, po kur mundemi, ose darkën e kemi dark. Po këto zakonet na krijonin mundësinë që të ishim fizikisht së bashku, të diskutonim, ose mbaj mend dhe me qeshur e kthejmë, kur s'kishim drita,
uleshim dhe tregonim histori se kemi kalu kohë të Po, vështira, është edhe pa vërtet, është drita. vërtet, po. Që ndoshta fëmijët tanë nuk e kuptojnë dot sot dhe nuk e perceptojnë Fare, dot fare. se çfarë është, por ama mbaj mend shumë mirë që ne tregonim histori, prindrit na tregonin histori. Si ne sot të kthehemi, nuk po them fiks te këto zakone, po në qoftë se nuk janë më të zakone, si ne të shkojmë dhe të bëjmë sport me fëmijët. Si ne ta shfrytëzojmë atë kohën kur e çojmë fëmijën te kursi për të bërë biseda thelbësore. Si t'ju rikthehemi këtyre zakoneve të cilat janë të përditshme? Është Se vërtet. ne gjithmonë ankohemi s'kemi kohë, jo, kemi kohë kur e shoqërojmë fëmijën te kursi apo jo, për Është të bërë vërtet. 2 biseda, jo si me buton, po që vi natyrshëm. Është vërtet. Në fakt ne ankohemi, jemi në një periudhë, le të themi, ku të gjithë ankohemi që s'kemi kohë, që s'kemi mundësi, që jemi të zënë. Unë mendoj që koha absolutisht ne organizojmë kohën tonë. Dhe ne jemi ata që vendosim prioritetet çfarë dhe ku. Patjetër që është e pamundur, sigurisht që mënyra e funksionimit ka ndryshuar, nuk është më ajo sikurse ju e thatë që ka qenë shumë e bukur dreka gjithë bashkë, sepse edhe televizor nuk kishte, jo më media sociale Jo, apo kishte situata të televizor, tjera. kishte, por kishte orare të Kishte caktuara, në orare të emocionesh, caktuara, por filmash. që domethënë nuk ishte aq i rëndësishëm, pra e kam në sensin që televizori nuk ishte në këtë orarin e drekës, ishte bisedë, domethënë as televizor nuk ishte në sensin e prezencës në tavolinë, e që zhurmës. krijoi në Pra komunikim. ishte vetëm familja, ishin ata persona që drekonin dhe dita e tyre. Dita e tyre, e nesërmja e tyre, pra ishte diskutimi mes atyre personave prezent në tavolinë. Dhe patjetër që kjo situatë është e hasim gjithmonë e më pak. E hasim gjithmonë e në rënë një situatë të tillë. Modeli tipik i familjeve të sotme është ai për fat keq e fotoja që shpeshherë qarkullon në internet, ku gjithë familja është me një smart, me një pajisje smart në dorë, dhe secili merret me botën e tij virtuale dhe nuk komunikojnë. Dhe patjetër që unë mendoj që secili prej nesh mund bëj diçka për të shpëtuar komunikimin me tryezën e tij. Që do thotë që secili prej nesh ka disa mënyra apo ka disa momente ku e di që në këtë moment mund të flas me familjen e tij, me fëmijën, me partnerin, me prindin. Sigurisht secili prej nesh ka mënyra për ta gjetur, ka momente për ta gjetur. Pavarësisht se ne ankohemi dhe sigurisht jeta është shumë e vrullshme. Ju përmendët momentin kur e çon në kurs, patjetër që është mundësia për të komunikuar, momentin kur nuk e di, mund gatuhet apo mund të ketë një aktivitet të përbashkët, mund të ketë një shëtitje që pse jo ta inicioj prindi, hajde bëjmë një shëtitje, pra prindi është në gjendje të vendosë disa rutina gjithmonë në përputhje me mundësisë. Se shpeshherë na thon prindë, po unë s'kam mundësi të shkoj në palestër me fëmijën. Sigurisht, por unë nuk mendoj që nuk ka një prind që nuk ka një ambient ku të bëj ecje, shëtitje me fëmijën. Çdo prind mund ta ketë në çdo ambient ku të jetojë, ka mundësi të bëj një shëtitje me fëmijën. Ka mundësi që brenda shtëpisë të bëj një aktivitet përbashkët. Një aktivitet, ku diun, një gatim, një kujdese për një vazë lule. Pra, të krijoj situata të përbashkëta, jo për situatën në vetvete, se shpeshherë prindit duke tentuar ta bëjnë shpejt e marrin çdo gjë përsipër, por ndarja e përgjegjësive do thotë që ti komunikon, ti ndan, bashkëpunon, kupton tjetrin, merr në konsideratë ca gjëra, diskuton, i zhvillon disa aftësi për tu le të themi për tu përshtatur dhe fëmijës. Dhe patjetër që çdo aktivitet i përbashkët ka edhe qoftë edhe të bërit e pasarit, ku ti mund të shkosh me ka pa fëmijën. fund, hajde bëjmë bashkë një plan, hajde bëjmë bashkë se çfarë do bëjmë, se çfarë të pëlqen ty. Domethënë ka pa fund dhe shpeshherë prindrit dështojnë për ta bërë këtë pikërisht duke menduar se të bësh aktivitet do thotë vetëm të bësh gjëra të bukura. Sigurisht kushdo do dëshiron të bënte gjëra të bukura me fëmijën, por jo gjithmonë është e mundur, jo gjithmonë është realizueshme. Por secili prej nesh në aktivitetet që ne kemi mund t'i përshtasim këto aktivitete si aktivitete bashkë me fëmijët.
si aktivitete në të cilat ndajmë role dhe përgjegjësi me fëmijën në mënyrë që në një farë mënyre edhe të komunikojmë, po edhe të mësojmë disa gjëra që ne në këtë mënyrë ja mësojmë, sepse shpeshherë prindit ankojnë që fëmijët tanë janë të paaftë, nuk dinë bëjnë asgjë, i kanë gjitha gati, nuk dinë bashkëpunojnë, dhe sigurisht gjitha këto janë aftësi që në një farë mënyrë është detyrë e prindit ti promovoj, është detyrë e prindit ti nxis, se patjetër që shkolla ka një efekt të caktuar, po këto bashkëpunimet, komunikimet, këto aspekte të funksionimit njerëzor, sigurisht që mësohen familje, edhe është familja që në një farë mënyre i nxit edhe i promovon. Ndonjëherë prindrit presin gjithçka nga shkolla, por nuk mund të funksionojë kështu. Doja të pyesja Jonida për këtë pjesën kur një fëmia ynë vjen dhe ka një shqetësim, do të na tregojë diçka. Si duhet sillemi ne? A duhet ta lëm të hapur rrugën e komunikimit? Qoftë jemi duke shkruar në kompjuter, po themi, jemi duke bërë një punë profesionale në kompjuter, cila duhet të jetë qasja jonë si prind? Shpesh herë fëmia nuk e kupton këtë momentin e duhur, po patjetër, se kur duhet të them diçka. Mund të vi natën, pse është shenjë mirë në vetvete që fëmia dëshiron të flasë me ne. Fëmia dëshiron të flasë, por ne jemi ata që i mësojmë fëmijës që flitet jo kur do, jo me këtë do, jo çfarë do. Sigurisht që kjo duhet bërë me kujdesin më të madh, sepse duke reaguar në këtë formë, në mënyrë të papërshtatshme, se kjo është një formë e papërshtatshme, pra ti thua fëmijës që stop, jo tani, nuk është momenti, nuk mund të flasim ku do, me këtë do. Fëmia më një do zmbrapset dhe se s'do arrit ta perceptoj. Por për ne si prindër është shumë e rëndësishme ti transmetojmë fëmijës këtë modelin që se shpesh herë prindit, sidomos në kohë tani, se fëmia duhet të flasë në çdo moment, edhe fëmia mund të më thotë çdo gjë. Absolutisht që është shumë e rëndësishme që fëmia të ndjehet i lirë për të biseduar, fëmia të ndjehet i lirë për të folur për diçka të cilën ka nevojë ta ndaj, por sigurisht që duhet ta mësojmë fëmijën që duke filluar nga ne të ketë disa norma të funksionimit social, sepse vërtet ne jemi aty për fëmijën ton 24 orë natën ditën, edhe sigurisht po shoqëria nuk funksionon kështu. Pra, është shumë e rëndësishme që ky fëmijë të mësojë të ketë disa kufinj për të folur për veten, për të folur për atë çka e shqetëson. Por patjetër që kjo është një aspekt që vjen me kohën. Pra, ne duhet t'i japim me kalimin e kohës, në përputhje me nivelin e të kuptuarit të fëmijës, atë të kuptuar që ne mund të flasim dhe sigurisht që unë jam këtu për ty, dhe sigurisht që unë jam këtu për të dëgjuar, megjithëse shpesh herë dashuria apo është reagimi i pa ndërgjegjshëm edhe ai meraku, dhe mbase shpesh herë prindit mund të bëjnë reagime të cilat nuk të donin ti bënin, për shkak se nuk u vjen mirë nga ajo që dëgjojnë, për shkak se vjen në pozita protektive, për shkak se ndjen mund të ketë shumë ndjesi në atë moment që fëmia mund të thotë diçka, por është shumë e rëndësishme që të përpiqemi sa më shumë të jetë mundur që ne t'i transmetojmë fëmijës që ne jemi aty për ta dëgjuar edhe për të ofruar më të mirën për të. Që jemi aty për ta ndihmuar, megjithëse ne për shkak të dashurisë nuk ndjehemi mirë për këtë situatë. Për shkak të dashurisë nuk mendojmë mirë për sjelljen e tij. Por pavarësisht pra të ndajmë, të jemi të sinqertë edhe tek fëmia, që unë nuk jam dakord, por unë do të ndihmoj ta zgjidhim. Unë nuk jam dakord, por unë do të mbështes për pavarësisht kësaj. Pra ti transmetojmë, sepse nuk ka shpesh herë prindi mund thotë që s'ka gjë, unë nuk e bëj fëmijën të ndjehet keq, edhe s'ka gjë, nuk ka problem fare, mos u shqetëso. Kështu nuk e ndihmojmë fëmijën. Fëmijën e ndihmojmë duke qenë të vërtetë, sikurse ndodh në realitet. Që kjo është një sjellje e gabuar, megjithatë, unë jam këtu për ta zgjidhur bashkë. Kjo është forma më e mirë. Sepse në fakt fëmia ka ardhur tek ne për të kërkuar edhe një udhërrëfyes, se si ta bëj për shkak të nevojës që ka. Fëmia duhet të vijë tek ne, jo për të gjetur një realitet të gënjeshtër se mami më do shumë. Fëmia duhet të vijë pikërisht sepse ka nevojë të kuptojë dhe duhet të kuptojë praktikisht
që mami më do shumë, mami është personi që më do më shumë, mami është personi që përpiqet të më dëgjoj, por mami është një person i vërtetë dhe mami në një farë mënyre kam nevojë, pra fëmia duhet mendoj që kam nevojë që mami të më tregoj dhe të më udhëzoj dhe të më udhëheq drejt asaj që bota në të vërtetë është. Sepse nuk do e ndihmoj as pak fëmijën që unë jam mami të dua shumë dhe nuk ka problem fare. Unë jam mami të dua shumë, ky është një problem, por unë jam këtu për ta zgjidhur dhe unë jam këtu për të ofruar zgjidhjen më të mirë të mundshme në këtë situatë. Kjo do ishte mbështetja më e mirë që një prind, që mami, që një person që ti e do mund t'i ofrosh në atë moment. Jonida, jam shumë kurioze të di mendimin tënd lidhur me përdorimin e rrjeteve sociale. Sigurisht ka mendime nga më të ndryshme, disa ekspertë thonë që ne nuk mund ta shmangim ekzistencën e teknologjisë, nga ana tjetër disa të tjerë thonë që fëmijës im pa shkuar 18 vjeç nuk i lejohet, disa kanë një qasje më të moderuar që po edhe për shkak të nevojës për ta ditur ku është fëmia yt dhe a hipi te furgoni dhe a erdhi në shtëpi, dhe je i detyruar t'i lësh një telefon me vete. Mirë po, të gjithë bjem dakord që fëmijët nuk e din plotësisht ndikimin e teknologjisë te ta, për shkak të pjekurisë, për shkak të moshës, për shkak të përvojës, dhe si mendon se duhet ta kemi ne këtë qasje në raport me teknologjinë dhe përdorimin e teknologjisë nga fëmia ynë. Supozojmë se shohim që fëmia ynë e tejkalon përdorimin e telefonit. Nuk po flasim rrjetet sociale, se mundet që të mos ketë rrjete sociale, po mundet që të qëndroj me shoqet në bisedë, mund të ketë lojra aty. Pra se ka forma e forma. Si ta vendosim në këtë balancë, si të flasim me fëmijën ton, a duhet jetë fëmia që ta vendosi këtë balancë dhe të jetë plotësisht koshient se si ta bëj këtë gjë? Sigurisht jemi në një kohë ku teknologjia po zhvillohet me hapa shumë të shpejt. Edhe në një farë mënyrë të gjithë jemi përtej parashikimeve se sa shpejt po ecëm dhe sa shpejt po zhvillohet. Dhe sigurisht që askush nuk e di se cili do jetë impakti mbas disa kohësh i gjithë këtij bumi teknologjik në atë se si ne funksionojmë, në dëmet që mund shkaktojë, në pasojë që do ketë. Si prindër në shqetësimin që ju thoni për përdorimin apo jo nga fëmijët të teknologjisë, sigurisht që kjo do shikohet vite mbas disa kohësh. Por patjetër që të gjithë e kuptojmë që ka një efekt të menjëhershëm, në sensin që pavarësisht domosdoshmërisë që si prind kemi mbase për një mënyrë komunikimi me fëmijën, është në shkollë, nuk kemi mundësi ta shoqërojmë dhe kemi nevojë të marrim një informacion për atë që fëmia po bën, por përti kësaj jemi në shumë raste e kemi shumë të vështirë të kontrollojmë kohën që fëmia kalon në këto pajisje. Që do thotë që për sa kohë ne nuk kemi arritur të jemi në një farë mënyrë të vendosim një ekuilibër në përdorimin e këtyre pajisjeve krahasuar me aktivitetet aktive, me aktivitetet le të themi të shëndetshme që fëmia duhet të ketë, absolutisht që duhet jemi shumë të kujdesshëm. Pra, më mendoj që pak fëmijë nga eksperienca, unë kam parë shumë pak fëmijë që në fakt arrin të ta menaxhojnë ashtu siç duhet përdorimin e pajisjeve smart, që do të thotë që e përdorin për të komunikuar me prindin, apo kjo pajisja nuk i interferon në aktivitetet e përditshme. Në përgjithësi, dhe jo vetëm tek fëmijët, por me që jemi tek fëmijët, edhe të rriturit patjetër. Pasja e një pajisje smart bën që individi të humb sensin e kohës, shpesh herë edhe 5 minuta edhe 10 minuta, dhe të humb edhe shpesh herë edhe ritmin e aktiviteteve që duhet të bëj. Tek fëmijët, ky gjë është edhe më problem. Kështu që është detyrë e prindit të mësoj të menaxhoj kohën me teknologjinë, sikurse është detyrë e prindit dhe ka detyrim të menaxhoj kohën e fëmijës, të përcaktoj rregullat dhe të përcaktoj sa është e mundur në përputhje edhe me dëshirat e fëmijës.
rutinën bazë, por për sa kohë dështon për të marrë në konsiderat apo për të komunikuar ashtu siç duhet, është detyrë e prindit të përcaktojë një rutinë të përshtatshme për fëmijën e tij. Dhe patjetër që është detyrë e prindit edhe të vendos kufinj në rastin konkret të pajisjeve smart. Po. Sepse patjetër që unë nuk mendoj që ka prind që s'bien dakord që aktiviteti shkollor, mësimet, detyrimet e shkollës janë më të rëndësishme se sa pajisjet smart. Nuk besoj që ka prind që pranojnë Po si ta me bëjmë pa vedije. lënduar fëmijën? Si ta bëjmë këtë gjë? Ndonjëherë sigurisht që toleranca është zhvilluar nga po i njëjti prind. Pra, fëmia nuk përdori ditën e parë që lindi kaq orë telefonin apo pajisjen smart. Është një tolerancë që po ky prind ja ka ofruar ditë pas dite, edhe ditë pas dite e ka mundsuar edhe nuk ka reaguar në këtë kohë të përdorimit të pajisjes smart, dhe derisa vjen një moment që mbase e kupton që fëmia po humb nga aktivitetet, se kemi gjithmonë më pak fëmijë që kanë një rutinë të detyrave në shtëpi, edhe mësojnë ashtu aq kohë sa është e nevojshme. Prindit gjithmonë më shumë ankojnë që fëmijët kalojnë kohë me pajisjet dhe jo duke bërë detyrimet shkollore. Ka gjithmonë më pak fëmijë që preferojnë të shkojnë në aktivitete sportive, pikërisht se kanë krijuar një tërheqje ndaj këtyre, domethënë janë gjithmonë më të tërhequr ndaj këtyre pajisjeve smart. Ka gjithmonë më pak fëmijë që aktivizohen në aktivitete artistike, në muzikë, në pikturë, pikërisht sepse ndoshta pa e kuptuar, nuk kam dëshirë sot, nuk e di se si jam sot dhe kështu shkon sot, nesër, dhe po ky fëmijë është gjithkohon në pajisje smart. Që do të thotë që është detyrë e prindit që të krijojë një rutinë, sikurse ju e thatë, dhe të përfshijë në këtë rutinë sa më shumë aktivitete të shëndetshme, sport, art, aktivitete brenda shtëpisë. E theksojmë, jo çdo prind ka mundësi ta çojë fëmijën në sport. Për arsye kohe, për arsye financiare, jo çdo prind ka mundësi ta çojë fëmijën e tij në aktivitet artistik. Për arsye kohe, për arsye financiare, nuk ka mundësi. Por çdo prind mund të aktivizojë fëmijën në ambientin ku është. Mund t'i jap fëmijës një detyrë që kur mbarosh dhe këtë, do kesh edhe këtë kohë për pajisjen smart. Absolutisht që është detyrë e prindit të vendosë dhe të krijojë një rutinë të cilën fëmia e tij ka mundësi ta realizojë. Sigurisht që vendosja kufive është një aspekt që praskënd nuk është psikologjikisht i këndshëm. Praskënd. Ja, dhe po të na thuash ne, shiko, mos e shiko telefonin tani. Është shumë e vështirë. Vendosja e kufive është e vështirë. Është e vështirë sepse tjetri mendon që duke vendosur kufi, personin përballë do ta bësh të ndihet keq, nuk do të doj më, do të turrej, kush e di çfarë do bëj, por në shumicën e rasteve duke vendosur kufin e kuptojmë që tjetri fillon t'i respektojë dhe fillon të sillet në përputhje me kufit. Që do të thotë që në këtë rast vendosja në kufiri për sa i përket përdorimit të pajisjeve smart dhe nisur nga fakti që kjo gjë do e ndihmonte, pra është një, le të themi, është një kufi i shëndetshëm, është një kufi që do e ndihmonte shumë më shumë efektiv. Pra duhet ja argumentojmë pse vendosim këtë kufi, do që është në të mirën e tij ose saj? Duhet t'ja argumentojmë atëherë kur jemi gati të komunikojmë, pra edhe kur fëmia është gati të komunikojë dhe të kuptojë këtë gjë. Se çfarë na ndodh? Në momentin e parë, fëmia do bëjë rezistencë. Edhe prindit përballen me këtë rezistencën, me këtë mungesën e rebelizmit, bashkëpunimit, mungesën totale të bashkëpunimit për të hequr dorë nga pajisja smart. Dhe në shumicën e rasteve prindrit përballen me këtë gjë, me kërcënim nga ana e fëmijës, tipo që këton s'do bëj këtë. Pra është e vështirë të menaxhosh një situatë të tillë, të cilën ti ke toleruar dhe e ke lejuar tashmë, sigurisht që është e vështirë. Por gjithmonë vendosja e kufive do thotë që është e vështirë momenti i parë, do thotë që është e vështirë sa fëmia të mësohet me idenë që ky kufir është vendosur, si ta mundsojmë që të kemi një kohë të përshtatshme, apo si të kemi një kohë të cilën në një farë mënyre do më ndihmonte mua për këto aktivitete që për lojra,
për chat me moshatarët, për aktivitetin që fëmia e përdor pajisjen smart. Edhe të jemi të bindur që me kalimin e kohës fëmia do kuptoj që ky kufiri tashmë është vendosur dhe do kërkoj mundësira për të përfituar, jo më për ta hequr. Dhe kjo gjë na bën në një farë mënyrë më efektive dhe edhe në menaxhimin e kohës së shëndetshme të fëmijës. Dhe pavarësisht vështirësisë fillimit dhe pavarësisht momentit të parë që duket sikur kjo gjë është e pamundur, sigurisht që eksperiencat e personave që e kanë bërë ka treguar që me kalimin e kohës, fëmia fillon të përshtatet, marrëdhënia fillon të stabilizohet, por patjetër duke qenë të kujdesshëm, patjetër që duke qenë të kujdesshëm, e tham, prindërimi është një sfidë në çdo moment, është një sfidë që duhet të jemi aty për të kuptuar çfarë po ndodh. Nuk mund të jetë një gjë që ti vendose kufin, vendose murin edhe më nuk më intereson. Nuk funksionon kjo tek prindërimi. Tek prindërimi funksionon që unë vendos kufin, por sigurisht duhet të jem e kujdesshme se patjetër që për të shmangur edhe pasoja të rënda, pasoja që në një farë mënyre mund ta dëmtojnë më shumë fëmijën. Megjithëse në këto situata, këto pasoja në raste të rralla, por patjetër që duhen marrë në konsiderat, patjetër që prindi duhet kujdeset që kur bën diçka që mendon që është e mira e fëmijës të realizojë ato deri në fund, por nga ana tjetër duhet kujdeset edhe të shmang në një farë mënyre pasojat e mundshme, pra reagimet papërshtatshme të fëmijës, reagime që mund të jenë edhe të dëmshme, reagime që mund të sjellin edhe probleme për fëmijën. Kështu që apo dhe barriera në komunikim të mëtejshëm. Sa të kujdesshëm duhet jemi Jonida ndaj sjelljes së fëmijëve tan, dhe sidomos sjellje që mund të lidhen ndoshta dhe me simptoma edhe të sëmundjeve apo të shqetësimeve psikologjike, si ta kemi këtë vëmendjen dhe çfarë na tregon ne konkretisht dhe saktësisht gjendjen e fëmijës son, emocionale, psiqike. Prindërimi i kujdesshëm do të thotë që të kuptosh fëmijën ditë për ditë. Do të thotë që t'jesh aty për fëmijën ditë për ditë, për një situatë që fëmia po kalon, për një vështirësi që fëmia po kalon, për një moment që fëmia mbase ka dështuar për ta ndarë dhe për ta zgjidhur në mënyrën e duhur. Dhe prindërimi i kujdesshëm është aty dhe duhet ta kap këtë moment. Sigurisht që jo të gjithë jemi profesionistë për të kuptuar profesionalisht çfarë po ndodh me fëmijën, por të gjithë e njohin fëmijën ton dhe të gjithë e dimë që një fëmijë është më energjik, një fëmijë është më i hedhur, një fëmijë është më i tërhequr, një fëmijë është më i ndrojtur, një fëmijë është më i dashur, një fëmijë është më social, një fëmijë është më jo social. Por dhe prindi në çdo moment arrin të kuptojë që fëmia im ka ndryshuar. Fëmia im nuk po funksionon në përputhje me natyrën që kanë, ashtu siç funksionon normalisht, që ka këto karakteristika dhe reagon kështu apo funksionon kështu. Çdo prind e kupton, dhe çdo person i afërm e kupton kur diçka nuk po shkon. Dhe në momentin që një prind kupton që diçka po funksionon ndryshe, fëmia është më i tërhequr, fëmia se si është, fëmia se si sillet, është momenti për të tentuar për ta zgjidhur situatën, mbase për të komunikuar, mbase për të kujdesur për të ngritur ca mënyra, ca rutina komunikimi me fëmijën, që sigurisht është e vështirë se komunikimi nuk ndërtohet atëherë kur ne kuptojmë që fëmia ka probleme dhe kur kuptojmë që është ngritur një mur edhe nuk po e njoh më këtë individin që është fëmia im. Për fat keq është shumë e vështirë që ne të krijojmë komunikimin atëherë kur kuptojmë që fëmia ka një problem. Komunikimi ndërtohet dhe ushqehet ditë për ditë. Por pavarësisht kësaj është e pashmangshme ndonjëherë për fat keq prindi nuk ka mundur të ndërtojë një urë efektive komunikimi dhe po ky prind kupton që fëmia ka një problem dhe shumë e rëndësishme të gjejë mënyrën për ta ndihmuar fëmijën, ndoshta duke drejtuar, ndoshta duke nxitur për ta drejtuar tek një person, tek një specialist i shëndetit mendor, sepse shpeshherë prindrit për të shmangur stigmën, për të shmangur paragjykimin, janë ata që i frenojnë fëmijët për të kërkuar ndihmë, i frenojnë fëmijët për të kërkuar një ndihmë profesionale, pikërisht duke menduar
për shkak dashurisë në shumicën e rasteve, Po. duke menduar që nëse fëmia im do shkoj dhe do marr një ndihmë psikologjike, do marr një trajtim psikiatrik, atëherë do e mendoj ndryshe edhe do ketë një të ardhme më të vështirë, edhe do ketë më shumë probleme, edhe do ketë do përballet me stigma, në shkollë, në punë, me paragjykime. Dhe nisur nga kjo, prindrit tentojnë në shumë raste ta frenojnë fëmijën nga të kërkuarit e një ndihme profesionale apo nga të kërkuarit e një mbështetje për një problem që po kalon. Kështu që është shumë e rëndësishme për prindin që le ta thotë specialisti që gjithçka shkon mirë. Nuk ka asnjë gjë të keqe që të marrim një vlerësim profesional nëse mendojmë që diçka nuk shkon mirë. Nëse mendojmë që fëmia ka një problem për të cilin ne nuk jemi në gjendje ta ndihmojmë. Mund të jemi dhe profesionist, mund të jemi dhe të shkolluar, mund të jemi dhe të arsimuar dhe nuk arrim të kuptojmë një problem apo nuk arrim ta ndihmojmë fëmijën për problemin që po kalon. Dhe do ishte shumë më efektive që fëmijën ta drejtojmë tek një profesionist, tek një specialist, tek personi, apo të pyesim, apo të marrim informacion se ku mund të drejtohem që të marr ndihmën e duhur, sesa të mendojmë sikur kjo gjë nuk ekziston dhe të mendojmë që e ndihmojmë fëmijën duke a frenuar këtë nevojë për të kërkuar ndihmë, duke a frenuar këtë nevojë për të folur dhe duke pretenduar që gjithçka është mirë, se kështu mendojmë se e duam më shumë. Ndonjëherë paragjykimet që ne kemi për të drejtuar te psikologu dhe te specialistët janë më të mëdha se ç'mendojmë ne se ka shoqëria. Është vërtet. Edhe lufta mendoj që duhet fillojmë me ato paragjykimet tona dhe për të kërkuar ndihmë fiks tek ata njerëz që janë të certifikuar për ta bërë këtë gjë. Është vërtet. Është vërtet, ne si specialistë të shëndetit mendor ne përballemi përditë me këtë situatë, ku personat në jo pak raste edhe kur vinë për të kërkuar ndihmë, përpiqen ta mbajnë këtë sekret, përpiqen ta shfaqin edhe tek të tjerët, edhe tek personat më të dashur ta mbajnë të fshehtë këtë gjë, sepse ndjehen sikur do paragjykohen, ndjehen të pakuptuar për faktin që ata po kërkojnë një ndihmë të specializuar, që ata janë tashmë persona që nuk kanë menaxhuar një situatë, që ata janë persona që nuk janë në gjendje t'ia dalin problemeve të tyre. Por në fakt duhet të kuptojmë që problemi psikologjik është një problem edhe askush nuk zgjedh problemin. Askush nuk zgjedh të smuret nga veshkat, nga zemra apo nga mëlçia. Askush nuk ka dëshirë apo nuk zgjedh të vuajë nga ankthi, nga depresioni apo nga problemet e shëndetit mendor. Që do thotë që ne duhet jemi një lloj të prirur për të ndihmuar veten në momentin që ne kuptojmë që diçka nuk ndodh me ne. Qoftë kjo në shëndetin fizik, por patjetër qoftë edhe në shëndetin mendor. Që ne duhet jemi të prirur të pranojmë tjetrin që ne duam shumë, cili do qoftë ky person, që diçka nuk shkon me të dhe ka nevojë për ndihmë, që diçka nuk shkon me të dhe është krejt normale që ky person të shkojë dhe të kërkojë ndihmë, qoftë kjo ndihmë për shëndetin fizik, por një lloj edhe për shëndetin mendor dhe shpeshherë dështojmë për të marrë këtë lloj mbështetje që s'ka gjë, sepse ne nuk flasim për shëndetin mendor, sepse ne nuk gjejmë le të themi shembuj, sikurse ne flasim shpesh herë për problemet të shëndetit fizik, që kam këtë problem, familjari im ka këtë problem me veshkat, familjari im ka këtë problem me mëlçin. Ne nuk pak flasim që familjari im ka këtë problem me depresionin apo ka problem me ankthin. Dhe duke qenë se nuk e hasim këtë lloj informacioni, këtë lloj ndarje problemesh, ne tentojmë dhe pretendojmë ta mbajmë të fshehtë edhe kur kjo na shfaqet tek ne, duke shtyrë edhe duke përpjekur ta mbajmë, ta kontrollojmë pa shkuar tek specialisti, por duke mos e trajtuar në kohën e duhur, ne rrezikojmë që ky problem të zmadhohet edhe shpesh herë mund të ketë edhe pasoja fatale. E le të ndajmë nga kjo bisedë Jonida fiks me këtë mesazhin që prindrit mbase duhet të fillojnë ta mendojnë veten e tyre
si njerëz që po luftojnë para gjykimet, si njerëz që po bëjnë pikërisht të kundërtën e asaj që kanë frikë të bëjnë, pra që janë njerëz shumë të dashur, që kujdesen për fëmijën e tyre, që shkojnë te psikologu dhe flasin me ekspertin pikërisht se duan të ndihmojnë fëmijën e tyre. Dhe nuk ka absolutisht asgjë për të paragjykuar dhe asnjë gjë për të shqetësuar, përkundrazi, kundërta do ishte problem, nëse do të verifikoni dhe do të shikoni një element që nuk shkonte aty, apo një moment apo një sjellje që nuk shkonte dhe ata do të dorëzoheshin dhe ta linin të vazhdonte ashtu. Kështu që të ndahemi me këtë dhe të mendojmë që fiks që shëndeti mendor është një shëndet që duhet kujdesur. Dhe duhet kujdesur edhe në pikpamje të balancës, edhe me efektet që bën ky mjedisi që na rrethon. Faleminderit shumë Jonida dhe shpresoj që të mos na ketë ngelur me rak ndonjë gjë, pavarësisht se ne do të kemi gjithmonë raste të tjera për të qenë sërish në biseda. Shumë nësi gjithmonë t'jem me ju. Faleminderit.